Plazhi publik i Pustecit, i cili është ndërtuar pak kohë më parë, duket se ka tërhequr vëmendjen e vizitorëve vendas. Në ujërat e liçenit të Prespës po zhvillohen sportet e kanoes dhe kajakut, si dhe sporte të tjera, të cilat durojnë një aventurë fantastike, ndërkohë që të rinjt vendosin të bëjnë kamp. Kjo është një punë shumë e mirë, e cila është edhe fillimi, ne ta quajmë një fillim të mbarë për caktimin e destinacionit dhe vendosjen e destinacioni plus në bashkinë tonë, ku është ky plazh publik, i cili nuk është vetëm pjesë e plazhit, po janë edhe disa gjëra të tjera, të cilët turistët janë shumë të nevojshme për të ardhur në ndihmë të turistëve. Për shembull, këtu do ketë parkim për rulotat, ku ata do kenë mundësi të furnizojnë me ujë, të pastrojnë ujërat e tyre. Numri i turistëve ka qenë gjithmonë në rritje. Liçeni i Prespës është shumë i përshtatshëm dhe për të bërë turizëm me kajak, por edhe për sportet e kajakut, që në Shqipëri shpresojmë të jemi në fillimet e zhvillimit të këtij sporti. Po, ose unë të paktën kam diku te 4-5 vjet që kam ardhur që nga hera e parë këtu dhe kam vënë re një ndryshim shumë të madh, sidomos në infrastrukturë që është bërë nga bashkia, në investimet, por edhe në përkrahjen që bashkia po i bën njerëzve që duan të vinë këtu, të kalojnë qoftë dhe një fundjavë, ose dhe të zhvillojnë një sport ose një aktivitet turistik. Është hera e parë që jam në Pustec, është shumë natyrë e bukur dhe shpresoj që me kalimin e kohës të jetë dhe shumë e populluar se kaq, dhe të ketë shumë turista. Është patjetër që është i duri për kajak. Problemi është që ne po mundojmë ta promovojmë sa më shumë. Me këto që bëjmë, camping dhe kajaking, për mua është vend i dur. Në parkun kombëtar të Prespës, vitet e fundit është shtuar numri i bujtinave dhe hoteleve, kjo për shkak të kërkesës nga vetë turistët.